Lufta po bëhej më e furishme dhe betejë me të vërtet më e reptë. Në atë anë, ku Zaharia pothuaj me tër lulen e ushtrisë, dhe me gjermanët që s'dinë se ç'është tërheqja dhe që hidhen mbi shpatat, korononte me çekane qysi prej hekurave muret e ndërtuara rishtas. Atje një palë, të mbuluar nga mburojat e shokëve dhe nga trinat, po gërmonin themelit, një palë të tjerë pastronin gurët që nxirnin dhe i kthenin vendin në formë llagëm. Barbarët, se si për mi, nuk ja arrinin dot që të pengonin aq sa kjo punë të mos vazhdojë me ngulin, sepse megjithëse shumë prej tyre rrezoheshin poshtë forcomave nga predhat, të tjerët pa marrë parasysh fare asnjë rrezik e asnjë frikë, zinin pa pushim vendin e të vrarëve, ndërsa pjesa tjetër e ushtrisë ndiqte me sy dhe qëllonte me shigjeta dhe me dy feqe të ngrehura rojet armike kudo, kështu që ata s'mund të vozitnin pa rrezik nëpër muret. Në këtë mënyrë, turqit po e zgjatnin betejën duke qeshur me veprat e tanëve, sepse gjerësia e mureve që kishte bërë Tiranin ishte e tillë dhe grumbujt e gurëve dhe të dhëut që kishin mbledhur brenda ata të qytetit ishin aq të shumë saqë vendi ishte i siguruar prej vetiu, pa patur nevojë për ndonjë ndihmë luftëtarësh. Zaharia, me shpresë se do të mund i çante dikur muret, uli këmbë në punën e filluar gjën në një farë kohe, por kur e pas se fuqit e njerëzve të vet shkonin kot dhe puna donte një kohë të gjatë, kthye pas një këshillim tek shkallët dhe filloi të ishte të nxiste ushtarët kundër mureve. Turqit po e ndiqnin me vëmendje këtë plan të ri të kundërshtarit, dhe duke shtënë me qëllim në punë dhe përin, i lanë që të ngjiteshin sa më shumë në maj të mureve, pastaj me një mërit predhash që aleshonin si breshëri, dhe me kapicat e gurëve që adernin lehtë me një të shtyrë, i rrokullisnin të poshtë bashkë me shkallët gjerë në rrës të malit, sepse rreth mureve s'kish veç një ryp shumë të ngushtë që ishte shesh, kurse pjesa tjetër e malit që vinte me njëherë ishte funde krye një rrëptir e atashme. I njëjti pothuaj që përfundimi edhe në anën tjetër, Mojsiu bashkë me shok, duke sulmuar me anë të shkallëve, i nguli jo njëherë mbi muret e gjakosura flamujt e periudhës. Ata të qytetit të tërbuar nga kjo pamje, thirrën për ndihmë rojen e vet, që qëndronte si rezervë pas një frikë, rreziku e vdekje dhe pasi i flakën shkallët e tanët, pjesërisht i vranë e pjesërisht i shpërndan, dolën në një kohë fare të shkurtër, superior për të dërmuar e gati të mbaruar. Kështu, ata u ashkullën të krishterëve nga duart fitore dhe kështu u duk qartë se kishte ndryshuar fati papritur se kishin ndryshuar vetë Perëndi. Skënderbeu, i tërmbytur keq nga dhimbja e paduruar prej asaj kërbije të vetme, veçanërisht prej plagosjes së Mojsiut, të cilin e dërgoi për të kuruar në kamp. Pasi mezi kishte shpëtuar nga predhat armike, u largua pak nga muret dhe i mbrojtur nga njëri e tjetra, anë prej mburojave të dy ushtrive, po i ftonte një palë që ta godisnin bashkë me të armikun, furishëm me shigjeta. Të palët e tjerë, të freskët, i porosiste të nxiste që të rëmbenin shkallët e të ushtinin përsëri frikën atyre të qytetit. Me admirim e thonë se sa shumë armiq qëlloi atë ditë, vetëm Skënderbeu. Asnjë goditje pothuajse nga dora e tij nuk shkoi kot. Për t'i afruar shkallët tek muret, se patën zor, por të rrallë ishin tani ushtarët që guxonin të bënin balla të rrezikut fatal. Po shikonin njëri tjetrin dhe asnjëriu si bënin përshtypje shpërblimet e zeza. Gjithse dhuratat që u premtonte kapetani i tyre për të joshur ishin shumë të mëdha. Kështu betejës që po shuhej pak nga pak nga të dy anët, i dha fund nata, të cilën po e prisnin si të ngathat ashtu edhe trimët. Në kampin e tanëve mbretëror, atë natë heshtja, sepse turpi që patën një ditë më parë dhe kërdia që pësuan tani i bënte të heshtjet. Ata humbën 200 krerë nga ushtarët më të guximshëm. Mëse 500 u plagosën, po edhe prej këtyre 30 diqen pak nga pak vitesh nga plagë. Ata të qyteti, megjithëse edhe prej tyre shumë u groposën në atë betejë, dhe një numër fort i madh të plagosurish po rënkonte kudo, prapse fitimtarë që i dhanë ndërmën armikut, dhe që shpëtuan qytetin e kaluan atë natë me shakare e britma të shumta. Duke zhdukur errësirën e natës me zjarr të ndëndur dhe duke bredhur tërgas nëpër forcë.